Asambleja e parë themeluese. Kështu që jo me kaq sa jemi ne, po sipas ligjit edhe me 7 vet, neve mund të shpallnim sot, siç do ta shpallim kjo asamble, krijimin e një subjekti të ri, krejt të veçantë, siç e thot një miku im që është dhe këtu, një parti kundër të gjitha partive. Dhe do të quhet Lëvizja për Drejtësi e Shqiptarëve. Ju ka sjellë këtu vuajtja, ju ka sjellë këtu shpirti, edhe pse për ju nuk ka pasur në dispozicion as autobus edhe as dreka të shtruara siç pam edhe në takimin para nesh aty në Hollë. Mondra dhe fest. Historikisht, Shqipëria është mësuar që mbi krye të ketë gjithmonë bandit, të ketë diktatorë. Edhe çuditërisht, edhe sot, neve akoma, edhe pse përpiqemi të rrëzojmë një farë diktatorësh, kërkojmë që në vend të një bishe të egër të bie një ujk tjetër edhe më të keq. Kjo është fatkeqësia jote. Unë jam sill, një njeri i lindur në Kasol, i asiguar me shumë vështirësi dhe i pasuruar deri diku sa për të patur forcë që të jetë të përpara jush dhe për të ndezur të dritë e cila duhet të shkojë në të gjithë Shqipërinë. Lagje me lagje, rrugic me rrugic, fshat për fshat, lokal me lokal e tavolin me tavolin, që atje të ndizet sa dritë sa të vogla, shprese, sepse gjithmonë, kur u mbet shpresa, atëherë lindi kurajo, atëherë lindin trimat, shqiptarët sot shikojnë që në Shqipëri është montuar djallësia, është montuar padrejtësia, nuk ka familje shqiptare që të mos jetë prekur nga padrejtësia. Shqiptarët janë të shpërndarë në përbot si sojtë e korët. Dhjetrami janë në përburgje kot të pafajshme. Në Shqipëri, fukaraja është në burg banditit breth. Kur themi lëvizja për drejtësi e shqiptarëve, nuk kemi parasysh institucionet e drejtësisë. Nuk kemi parasysh institucionet e shtetit, se po lëvizin dhe po bëjnë drejtësi. Jo. Ne duam të krijojmë atë që në botë sot mungon. Lëvizja popullore për drejtësi. Ne do vetë mbrojmë. Ne do vetë organizojmë. Aty ku është problemi, lind lëvizja. Lëvizja jonë as si portojnë dhe as nuk financojnë. Ajo lind aty ku ka lindur problemi, në Shqipëri. Ky ishte prezantimi.